Selina është shpallur fituese e edicionit të këtij viti të spektaklit më të ndjekur. Pas një rrugë të gjatë dhe me plot sfida, ajo arriti të triumfojë në finalen e madhe duke fituar çmimin për 100.000 eurosh. Fitoria e saj u prit me entuziazëm nga publiku dhe mbështetësit duke kurorzuar si personazhe më të votuar të këtij edicioni. Në momentin vendimtar, Selina u gjet në botë përballë Mirit, I cili përfundoi në vendin e dytë pas një gare të fortë dhe emocionuese. Fitoria e saj u prit me entuziazëm nga famca, ndërsa rrugtimi I saj brenda shtëpisë u karakterizuar nga performanca dinamika dhe momente që e bën protagoniste deri në fund të garës. Aty nuk mungoi dhe I dashuri I saj DJ Gimbo. Ai u shfaq në krah të bukuroshës mënyrës pasi ajo fitoi çmimin e madh. Dyshja u dukën të lumtur në shoqëritë e njëri tjetrit, por se çfarë do të ndodhë me lidhjen e tyre pas eksperiencës në shtëpinë më të famshme, mbetet vetëm të shihet. Gjithashtu në skenë u ngjit dhe mamaja e Selin, ku fituesi e këtij edicioni filloi duke lutuar në krah të mamasë së saj. Mos qaj, ju drejtua Selinit mamaja e saj. Balerina që u bë kryefjale e këtij edicioni me votat e teleshikuesve rrëmbeu çmimin e madh për 100.000 eurosh. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.